asë dhe një gjë në absolute. Artur Shehu. Keni hipur në herë makinën e ti? Se ka bërë një akuzë publike sot. Keni hipur në makinën e ti? Unë, falë minut, makina... Më po lërja... Artur Shehu është një vlonjat, i një familje, si që më kam thamë, të persekutur, por që si që morë të veshju, me Angela Gacin, i bën 30 hektar toka dhurat generalisin që e burgosen autoritetit italiane, vetëm e vetëm për të fshehur si përfaqet e drogës, të filmimeve të drogës. Pra, kjo është e gjithë problemi. Pra, në qoftë se unë nuk ma e men e kam takuar më herë në jetën time apo jo, por nuk e bohoja se pohoj farë se s'dija asgjë, të gjitha këto, Aruba është problemi se u morë një vendim për të dërguar përfaqësuesit në Aruba, thuhet se ka qenë Agaci dhe një ministër, Agaci dhe një ministër, a ka qenë tani nuk duhet të them emra, pa i do më thënë, Aruba është e pam, nuk mbyllet ma, se Aruba është në dosjen belge, për hirë të vërtetë dhe dini mirë, është dosja e gjykatës në Belgjik, që kanë zjerë emrin e këti takimi, që ka këtë takim, a ishte Rama, si ishte Rama, nuk e di, por emri Rams është lakue, si që thot gazetari italian bazur në interceptimet e antimafis italiane, Altin Dumani mandose të fshet, sepse duhet ta marrin shqiptarët vesh nga belgët, duhet ta marrin vesh nga italianët, dhe Dumani, që mendonte të zgjaste mandatin, të adopjonte mandatin, i manë të fsheta. Por, me që jam këtu, më lejoni edhe një moment, të